Dasma shqiptare 2017 paraqet. Përshëndetje të gjithë shikuesve të këtij kanali. Ju uroj shëndet dhe gëzim në familjet tuaja kudo që jeni. Sot kam vendosur t'ju tregoj një ngjarje që më ka ndodhur mua vetë, një histori që e kam mbajtur të mbyllur në gjoks si një tregim të ndaluar, por që sot dua ta nxjerr në dritë. Unë që po ju flas, jam një burr 54 vjeç. Kam parë shumë në këtë jetë, e kam galuar dallgë stuhi. Por kjo që më ndodhi në këtë moshë të pjekur, më vërtetoi se njeriu kur nuk i di kthesat që i rezervon fati. Kjo histori ka të bëj me një grua që në qytetin ton njihej si një zonjë vërtet, por mbi të gjitha ajo ishte gruaja e shokut tim. Po, e dëgjuat mirë. Ishte bashkëshortja e një njeriu me të cilin kisha ndar kafen e rrugën për vite me radhë. Por sot, para se të më gjykoni, duhet ta dini se ajo nuk është më me te. Sot, ajo është ish gruaja e tij. Ata u ndan, rrugët e tyre u bën dy, por ajo që kishte lindur mes meje dhe asaj shumë kohë më parë nuk u shua dot as nga koha dhe as nga fjalët e botës. Kur ata të dy ishin ende të martuar, unë shkoja shpesh për vizitë në shtëpinë e tyre në qytet. Ishte një martesë që nga jashtë dukej e mirë, por unë që i njihja mirë e shihja që aty mungonte diçka. Dhe pikërisht në ato darka e biseda mes meje dhe asaj filloi të ndizej një shkëndi e fshehur. Ishin thjesht shikime që zgjasnin një sekond më shumë se sa e lejonte zakoni. Kur shoku im kthente shpinën për të marrë diçka, sytë tan kryqëzoheshin. Unë e shikoja me një adhurim të heshtur, ndërsa ajo ma kthente me një buzëqeshje të lehtë, nga ato buzëqeshjet që të thonë gjithçka pa nxjerr asnjë fjalë nga goja. Pati edhe raste në festat e qytetit, ku duke kaluar pranë njëri tjetrit, ajo më shkelte syrin fshehurazi, aq shpejt sa unë mbetesha pa frym për disa sekonda. Por unë isha burr, e kisha një cipë dhe një fytyrë. Thosha me vete, besën e shokut mos e shkel. Kjo është marrë, është ndaluar. Asnjëherë nuk bëra asnjë hap mbrapa, asnjëherë nuk i fola dhe as ajo mua. Dhe mbajtem një distancë të hekurt, edhe pse brenda nesh gjaku vlonte sa herë që gjendeshim në të njëjtën dhomë. Por jeta në qytet i ka këto, nuk i dihet kur fundi. Pas disa vitesh, martesa atyre mori ta të pjetën. Nuk u ndan për shkakun tim, as që e dinte koshkët punën tonë. Thjesht nuk shkonin më. U ftohen dhe një ditë prej ditësh i dhan fund. Shoku im mblodhi rrobat, ikun nga qyteti e nisi një jetë tjetër larg, ndërsa ajo mbeti këtu e vetme si një ish grua që po përballej me vetminë e madhe. Kaluan muaj dhe një ditë teksa po esja me makinën time nëpër rrugët e qytetit, e pash tek stacioni i autobusit. Ishte një ditë vjeshte, me një erë të ftohtë që të futej në palës. Ishte veshur me një pallto të gjatë, flokët i fluturonin nga era dhe dukej aq e bukur, por dhe aq e vetmuar sa zemra mu bë cop. Ndalova veturën fiks përballë saj. Hapa xhamin dhe i thash: "Hajde hip, se po bëhet shumë ftohtë jashtë. Të çoj unë ku të kesh punë." Ajo më shikoi, hezitoi një moment, shikoi rrotull njerëzit në rrugë dhe pastaj hapi derën e veturës e ul në sediljen e parë, ngjitur me mua. Sa po u mbyll dera e makinës, ajri i ftohtë i qytetit mbeti jashtë. Brenda
unë dje me njëherë aroma e parfumit të saj. Ajo aromë e rëndë dhe e ëmbël që unë e kisha njohur që nga kohët e vjetra. Faleminderit, me tha me një zë të ulët, po thuajse duke përshpëritur. U bë kohë pa u parë. Pa i me të vërtet, shumë kohë, ja ktheva unë, duke ndezur makinen dhe duke u nisur pa pasur një destinacion të qartë. Që nga jo ditë, gjërat ndryshuan krejtësisht. Nuk ishim më në hijen e shokut tim. Ajo ishte e lirë, unë isha i lirë, por prapse prap, ajo historia vjetër na rrinte mbi kokë si një mur. Filluam të takoheshim më shpesh, gjithmonë me makinë. Unë e merrja pas pune, shetisnim në periferitë e qytetit, aty ku nuk kishte shumë sy njerëzish që të na njihnin e të hapnin thashë theme. Flirtet tona nuk ishin më me shikime të fshehura. Tani flisnim hapur me sy, qeshnim dhe unë fillova t'i lëshoja fjalë të ndryshme nga ato fjalët e burrit që tregojnë hapur se çfarë ka në zemër. Ajo nuk zbrapsej, përkundrazi, më ndiqte në çdo fjalë, duke më lënë të kuptoja se ai zjarri i vjetër nuk ishte shuajtur, por thjesht kishte pritur kohën e vet për të shpërthyer. Dhe kështu o miq, arritem tek ajo nata që nuk do të harroj sa të kem jetën. Ishte një mbrëmje e vonë, qyteti ishte zbrazur nga njerëzit dhe kishte filluar një shi i dendur, nga ata që të zën frymen e nuk të lën të shohesh as 2 metra përpara. Ne ishim të dy brenda në veturën time, të parkuar në një cep të errët të një rrugë dytësore në periferitë e qytetit. Në hijen e disa pemëve të mëdha, brenda makines ishte një nxehtësi e madhe. Xhamat filluan të avulloheshin plotësisht nga frymarrja jonë, duke na izoluar tërësisht nga bota jashtë. Shiu përplasej mbi tavanin e makines me një zhurmë të fortë, por brenda nesh po ndodhte një stuhi edhe më e madhe. Tensioni mes nesh ishte aq i rëndë, saqë mund të preki me dorë. Ishim kaq afër në atë hapësirë të ngushtë të veturës. Unë ktheva trupin nga ajo, lëviza pak ndenjë sentime prapa që të kisha me shumë hapësirë dhe shikova. Ajo kishte hequr pallton e madhe për shkak të nxehtësisë dhe kishte mbetur me një fustan të hollë. Frymarrja saj ishte e shpejtë. Frymarrja i ule dhe i ngrihej me një ritëm të çmendur, sytë e saj të zinj shkëlqenin në errësirën e makines dhe unë mund të ndjeja nxehtësinë e trupit të saj që vinte drejt meje. Ajo u ofrua pak më shumë drejt meje, duke u mbështetur tek pjesa e mesit të makines, dorën e saj të ngrohtë e vendosi mbi dorën time që mbaja mbi timon. Gishtat e saj filluan të lëvizin ngadalë mbi lëkurën time dhe aty o ndëgjues unë ndjeva sikur gjithë gjaku më shkoi në kokë. Çdo qelizë imja po buçiste, ai tension psikologjik dhe ajo dëshirë e mbledhur për vite me radhë që nga dita kur ishte gruaja e shokut e deri sot që është e lirë, arriten pikën e vlimit. Ajo përkul edhe më shumë, flokët e saj me preken faqen time dhe unë mund të ndjeja frymën e saj të nxehtë fiks tek qafa ime. Çdo sekond që kalonte, dukej sikur po na shtynte drejt një çmendurie të plotë, sikur në atë makinë do të ndodhte diçka e madhe, diçka që do të thyente çdo rregull e çdo limit fizik. Ajo mbylli sytë dhe lëshoi një pshëretim të thellë, sikur po dorëzohej plotësisht para asaj që po vinte. Unë ngrita dorën, ja kalova pas qafës, duke ja ofruar fytyrën akoma pranë fytyrës sime, aq sa buzët tona pothuajse po prekeshin. Dëgjues të mi, pritja kishte mbaruar, gjithçka ishte gati për të përmbysur në atë errësirë. Mora frymë thellë, e shikova në dritën e dobët të panelit të makines dhe i thash me zërin që më dridhej nga pesha e momentit.
Kemi pritur shumë, boll kemi ikur nga vetja. Ajo nuk foli, vetëm bëri një lëvizje të shpejt me kokë dhe u hodh në krahët e mi. Dhe aty, mes asaj nxehtësie dhe xhamave të avulluar të veturës, buzët tona u bashkuan në një puthje të gjatë e të thellë. Pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.